Ishte dita e parë e shkollës, por jo për të gjithë. Në fakt, banka e Mirit ishte bosh dhe kjo për Ermalin ishte një padrejtësi e madhe. Sigurisht. Sot jam shumë e lumtur sepse Ermali erdhi tek unë dhe më kërkoi që të ndihmoj një fëmijë të varfër. Ne fëmijët kemi të drejtën të studiojmë, por para të gjithave kemi të drejtën të kemi mjetet për të studiuar.